Sa e do mjerën? Alloj, si nonën si në shtëpi tem nina te familja këti. Dhejt. S'kom kur gjo kaq prej familjes ti asar. Ta është varet qysh duhen qifti. Do të me respektu normal nonën babën e ti, pa dhe familjen e vajzës normalisht është burri normal. A këtu jetoni? Po. Jeni martuar? Po. A do të thënë keni ardhur nëse këtu në këtë vit? Po. Sa vite jeni martuar? 100 vjet. 100 vite. Da zoti t'ju shkoj mirë martesa. Faleminderit. Keni fëmijë? Jo halja. Sa më shpejt. Faleminderit. Rritni familjen tuaj. Faleminderit. Si jeni njoftuar me bashkëshortin tuaj? Po, çështë në rrjete sociale. Rrjetet sociale. Në rrjet social? I Snap, Instagram çështë. Cili ke i pari që apo një ftesën? Aj. Si zakonisht djem? Po. Sa do t'esh me pritni përgjigje më radhën? Me to. Nuk u shku edhe shumë. Sa kohë? 2-3 muaj. 2-3 muaj. Po. A më tregon kujtimin e parë që ti e ke po, domethënë taj çka të pëlqej? Sjellja ti, po. Diçka tjetër që të la përshtypje? Veç sjellja ti, fjalimi i ti, qysh u sill tek çështë. A çfarë nimi ki për të femra që sot, domethënë më shumë e këshurin dukjen e një mashkulli, ose të ardhurat a ka pare domethënë? Si e sheh? Që këtojnë për interes dikon. Po ma shumë është interesi këtë si te vojzat si te djemët. Jetojnë me familjen e burrit? Po. Sa e do mjerën? Alloj, si nonën tem. Si nonën ta? Po. Me vërtet? Vërtet. Sa mirë, domethënë nuk e kundër që jeton me ta. Jo, s'jam kur gja kundër. Që s'kanë prit familje? Alloj, mirë, s'është keq. A kanë bë tamam një rahat si shtëpinë tënde? Po, si në shtëpi tem nina te familja këti. Sa i merr këshillat prej fjaras, ku të diçka? Alloj, dhejt. S'kom kur gjo kaq prej familjes ti asar. Në që një grua nëse nuk e don familjen e burrit, se don edhe ato. Po. Shumica nuk fitojnë. Shumica e burrit. Shumica e vërtet është. Kush ka fajet? Fajet i ka ma shumë vojza, po edhe djali ka ma shumë fajet që shama dhe pranën me najt veç me gruan e ti, po ju me prende djalit. Andrivan, për me kalu mirë një qift, si pas teje, çka duhet me vepru? Po e ta është varet qysh duhen qifti, do të me respektu normal nonën babën e ti, pa dhe familjen e vajzës normalisht është burri normal. Qyshtë? E ta burra që lipin mja respektu familjen e vetë, po nusën dhe më tënë, familjen e nusës nuk ja respektojnë. Pa e nëse Pa i ta është atë nuk më duke lidhje e mirë nëse nuk ja respekton as burri grus familjen. E kene kërkojnë mja respektu familjen? Po, ka shumë raste këtë. Qa e kështë ta aty në personave? Aba e... Si mesazh që? Ja kisha dhënë këshillën që... edhe familjen e grus me dasht, jo veç gruja me të ato është veç familjen tona. Që një porosi gjitha grave që kështë pas dëshirë mja ata? Që me kalu me familje vetë sa ma mirë. Me gjithë familjen, apo shama me burën, me gjithë kanë sa ma mirë mos sill. Qyshtë.